Një zbulim i jashtëzakonshëm shkencor ka vënë në qendër të vëmendjes Shqipërinë. Një ekip studiuesish nga vende të ndryshme të Europës, mes tyre edhe profesoresh Blerina Vrenozi nga Universiteti i Tiranës, ka identifikuar një koloni gjigande merimangash në brendësi të një shpellës qufuri, që ndodhet në kufirin midis Shqipërisë dhe Greqisë. Sipas profesoreshës Vrenozi, ky është një zbulim me rëndësi të veçantë jo vetëm për biologjinë, por edhe për ruajtjen e shpellave dhe ekosistemeve të tyre të brishta. Lajmi është shpërndar tashmë me shpejtësi në gjithë botën, pasi paraqet interes shkencor dhe publik për mënyrën se si jeta përshtatet në kushte ekstreme, shkruan ajo. Zbulimi është publikuar në një studim ndërkombëtar me disa autorë të huaj. Sipas studimit, analizat shkencore treguan se kjo koloni ushqehet përmes një rrjeti ushqimor të bazuar te biofilmat mikrobik që oksidojnë shufurin, një fenomen shumë i rrallë që zakonisht ndodh në habitate nëntoksore me kushte ekstreme.